shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Derisa kemi bot tifozllëk për shumë kombëtare, Shqipni, Zvicër, Gjermani, në një disiplinë tjetër na ka rshit Brezovica. Për dështimin e privatizimit Brezovicës, përkundër premtimeve të dhëna nga qeveria që kjo punë ka mu kry mirë, do të flasim kur të fladitet pak. E tash, personi i cili i ka qu do njerëz në flad, ka dhënë intervistë për neve, në të cilën ka folë për përvojën e vetë në Kosovë edhe personat, edhe për presionet që i përjetoj madje edhe prej Brukselit, në kohën që ishte shef i misionit e Uleksit. Këtë intervist që e ka dhënë për ne Gabriele Meuqi, mund të shihni në fund të emisionit të sotëm. Por, pasi që ky ka qëllu muaj i futbolit, ne sonte kemi vendosur që të flasim lidhur me atë se çka është duke bo Kosova me u siguru që ka me i ndreq nishat që i murë në këtë muj, kur Federata Evropiane e Futbolit i që i letra institucioneve të Kosovës duke i thonë që në Republikën e Kosovës nuk ka në një stadiume që përmbushin standardet UEFA-s, edhe problemi tjetër që është shkas për mos pjesëmarrje në UEFA është që klubet e Kosovës nuk e përmbushin kushtin financiar, që i bjen sallamadi financiare, në nxezën, pra pa shpinës, në tavolin, pedeni jo. Se qka duhet me u bo, me u këfill në këto dy sektor, i kemi ftu përfaqësues të institucioneve si dhe sportist. Ata janë Kujtim Shala, Ministër i Kulturës dhe Sportit, Erol Salihu nga Federata e Futbollit Kosovës, sekretar, Afërdita Fazliu, që kemi ftu këtu si trajneren e vetme certifikume nga UEFA në Ballkan, e cila punon edhe në Ministrinë e Kulturës, edhe Fatos Hoxha, njohës i futbollit edhe administrator i sportit. Më spari, po du bashkë me panelist tonë, me pa një 2 minutë shumë shkurt se si që ndrën puna në teren. Nuk ka pas nevoje UEFA me na tregu diçka neve që mund ta incizojmë me kamera tona. Që ka gjetë kolegu im Andin Lokaj gjatë qershorit kur i hulumtoi stadionet edhe klubet. Jemi këto mbrapa stadiumit të kampionit të Kosovës Ferro Nikelit dhe e shohim që ky stadium nuk i përmbush as për sa afërmi kriteret që kërkohen nga UEFA pra për zhvillimin e ndeshjeve, por ajo që është më rëndësi dhe që dhemb pra janë këto kushte as pak të mira, siç është ja dhe ky moçalez i vogël këtu mbrapa stadiumit të kampionit të Kosovës dhe atë 2 herë rresht. Duhet me kon krejt në listë bardhë. Sepse dojna me marrë pjesë gara në Evropiane, duhet me punu njërë drejt. Tashmo nuk ka nxezë. Nxezë më nështë që kjo e zeza në alan edhe që të. Në fund, komisioni për licencim nuk në kaloj. Këtu janë organet pavara dhe nuk mund në me ndikun në të organet. Realisht do të mbojmë përgjithësinë edhe ne si klub që nuk i kemi nejtur të gjitha punëve gati që duhet. Pra, e pam çka thanë vetë klubet, edhe e pam në çfarë gjendje është njëri prej stadioneve, por kemi vizituar edhe stadione tjera që kanë shumë probleme. Zotni Shala, jemi mësu me të huj, pavarësinë me të huj, misionet të huja, apo thu që na vyna i fare Uleksi me ndreq, me ardhë tu si mision me na ndreq sportin edhe me na ndreq futbolin, a kena me bo vetë na si shqiptar qëta? Së besoj që tjerë të regulojnë punë tona, as sportin, as të tjerat, nëse ne i marrim seriozisht dhe punojmë sistematikisht dhe bashkë ato i regulojmë vetë dhe më shpejt. Na duhet të ndihmë sugjerime dhe parashtrim standardesh, ndihmë tjetër në këtë situatën nuk mendoj që na duhet. Është e ditë, Federata ta sqarojmë, është krejtësisht e pavarur për ministrisë. Mundet me i kry disa punë krejtësisht pavarur për ministrisë, mirë po ka aspekti i ministrisë ku ju punoni, cili është përkushtimi që po e jepni, për punë cilat ju mundeni me kry. Çka mundeni ju me kry si ministria dhe çka po premtoni me kry? Të gjitha federatat dhe Komiteti Olimpik janë organizatat pavarura, kështu i përcakton dhe ligji për sportin në Republikën e Kosovës. Ne
Komitetin Olimpik dhe Federatat me një fjalë sportin tërësi e ndihmojmë në 2 rrafshe. Së pari financojmë një pjesë të mirë të programeve të punës nëpërmjet subvencionimit direkt dhe së dyti në rrafshën e infrastrukturës, në cilën ne me vullnetin tonë dhe me politikat tona jemi përgjegjësi vetëm, me që federatat ne e dim që s'kan mundësi financiare. Dhe me thonë, këto janë dy fushat. Në të cilat që është vërteta viteve të fundit ka patur një rritje graduale të mbështetjes, po edhe këtë vit do të ketë edhe viteve tjera, po është parë që s'është e mjaftueshme, që duhet më shumë dhe duhet të shoqërohet dhe me një infrastrukturë tjetër ligjore, siç është ligji për sponsorizim, cilin ne e kemi hartuar dhe është në leximin e dytë në kuvend. Po konkretisht për kërkesat e UEFA-s, çka keni me bu? Kërkesat e UEFA-s nuk lidhen me stadiumin që e pam, janë kërkesa specifike për stadiumin olimpik. Janë 39 kërkesa ose kritere, të cilat UEFA i ka dërguar Federatës Futbollit me 27 prill dhe ka dhënë kohë që të plotësohen deri me 14 qershor. Me thënë si periudhë ka qenë e pamundur që të mbërrihet ajo. Ne kemi krijuar. Kur po thoni stadium olimpik, apo mundeni me na shpjegu për çfarë stadione kemi fjalën? Është fjala për stadiumin Adem Jasharit të Mitrovicës, i cili së bashku me stadiumin e Prishtinës është më afër plotësimit kriterit UEFA, sepse në Kosovë nuk ka asnjë stadium i cili plotëson tërësi këto kritere. Këto 2 stadiume janë më afër. Që të plotësoj ato kritere, do thotë që të mund zhvillohen gara ndërkombëtare, zyrtare në stadiumin olimpik, ne duhet bëjmë dhe një investim shtesë pas kërkesave të UEFA-s datës 27 prill. Ndërkaq stadiumi i Prishtinës, që të mund zhvillohen këto gara, duhet të renovohet në tërësi dhe ne kemi kontraktuar dhe punimet do të fillojnë brenda 3-4 ditësh dhe do të zhvillohen në rreth 14 muaj punë. 14 Kjo është muaj situata pune. me këto 2 stadiume, po duhet që të tjetë të qartë. Asnjë vend në rajon si ka të gjitha stadiumet licencuara nga UEFA dhe FIFA. Mirë, po e ka një, bile një ku mujnë me lujtë, në asnjë se kemi. E ka një, ne po e përsëris asnjë stadium si plotson kriteret. Këto janë më afër dhe me këtë ndërhyrje cilën ne duhet ta bëjmë, ne llogarisim që brenda 2 muaj gjys ose 3 do të mund plotësohen kriteret në stadiumin olimpik. Zoti Shala, e di që ju sjeni në Ministritë të Kulturës që so, po a mundeni ju me shpjegu pse që 16 vjet mas lufte, çka s'kena marru e si na bu gati për çet ditë me i pas gati stadionet? Pse ka ndodhur? Mendoj që është problemi përgjithshëm i sportit që ka të bëjë dhe me organizimin dhe me politikat e sportit, me mbështetjen e pamjaftueshme, s'është parë si prioritet dhe që është më e rënda s'është kuptuar si prioritet, me që është fushë cila mund të ndihmoj shumë, jo vetëm financiarisht nëse ne rrisim financat, po është fushë në cilën unë shoqëgjasën që ne të krijojmë dhe një tip kohezioni social, sepse aty ne mund të përfaqësohemi mirë. Ne shohim që në sportet individuale kemi rezultate shumë të larta, dhe nëse organizohemi më mirë, dhe nëse punojmë më shumë dhe financojmë më shumë, kjo mund të ngjajë shumë lehtë dhe me sportet kolektive, siç është futbolli në këtë rast. Po du për juve me ndigju qarta zi premtim që për 14 muaj stadioni Prishtinës ka mu kry e për sa muaj ky Adem Jasharit me standardet UEFA. Stadiumi i qytetit Prishtinës sipas kontratës nënshkruar do të përfundoj për 14 muaj. Do thotë të jetë gati që të zhvillohen garat ndërkombëtare. Kush ka me mbikëqyr këtë ndërtim? Do të jetë një ekip i dyfeshti, Ministrisë Kulturës, i Komunës Prishtinës dhe ne kemi kërkuar që gjatë zhvillimit të implementimit punëve të vinë dhe ekipet UEFA-s që kohë pas kohë të verifikojnë. A keni mi ju po të përloju VV LDK aty në atë komision, a keni me kry punë? Nuk s'ka asnjë nevojë në atë, po e bëjmë bashkë dhe deri këtu ka ecur mirë, besoj që edhe ajo pjesë do të jetë mirë. Kjo për Prishtinë. Ndërkaq sa i takon stadiumit olimpik Adem Jasharin në Mitrovicë, Kombëtarja e Kosovës ndeshjen e parë brenda Kosovës do ta ketë me 6 tetor dhe ne para kësaj date duhet ta kemi gati stadiumin. Ka dalë 6 tetor vitit të ardhshëm? Këtij viti. 2016 po. Me Kroacinë do të luajnë ku? Në Mitrovicë. Nëse ne mbërrim t'i plotësojmë këto kritere, dhe unë pres që ne t'i plotësojmë këto kritere, po ka dhe një kriter shtesë që lidhet me sigurinë politike për shkak të pozicionimit stadiumit, atë nëse kemi ndorë, sepse ajo do të bëhet në bazë një raportit veçantë që do t'i dërgoj KFOR-i UEFA-s. Qysh se keni ndorë? Kush e ka ndorë këtë punë? Raportin për sigurinë politike e bën KFOR-i.
Më thonë nuk është çështja se qeverisë as e federatave, por me që raporti... As jena na Republike Pavarun që mujmë me bindu UEFA-n që na mujmë si shtet sovran me mbikëqyr sigurinë në stadion të Mitrovicës? S'ka të bëj kjo me çfarë është Kosova. Kjo është saktësisht mandati i KFOR-it, sepse KFOR-i siguron Kosovën në atë plan. Do thotë ky është mandati i KFOR-it derisa kryeministra tonë bon marrëveshje me kryeministrin e Serbisë, kishe hin në sistem u integruna në shkruan marrëveshje, po bëhet dialogu edhe s'po mujmë me garantu sigurinë veri? S'ka të bëj fare me marrëveshjet me Serbinë, derisa Kosova s'ka një ushtri të vetën, atë funksion e kryen KFOR-i, po kjo është një temë tjetër, po që t'jemi A di pse brenda s'është kësaj. një temë tjetër, po du mu kap sepse pikërisht është kriteri sigurisë që na u ka përmend edhe prej tjerëve kur e kemi hulumtu këtë temë. Edhe nëse e kryen, Kosova s'ka me lujt me Kroacin. Në Mitrovic. Ka një raport të KFOR-it, i cili thotë që nuk ka siguri. Dhe ai shënimi është dërguar UEFA, zdo UEFA i ka përcjell atë shkresë dhe refuzuna, kemi quna i not proteste që s'pe pranojnë këtë vlerësim të KFOR-it. Ne s'mund bëjmë vlerësime të asaj natyre, sepse nuk as kemi mandat dhe as kompetencë, por ne duhet të plotësojmë kriteret cilat ne i kemi ndorë. Pastaj, vlerësimi i sigurisë është periodik dhe aty nuk ka një datë, do thotë është e hapur. Mund të ketë një raport tjetër i cili mund të jetë pozitiv, por nëse ne arrijmë të plotësojmë kushtet prapë s'mund të luajmë aty. Zëni Shola, a mundi gjithashtu me ma shpjegu logjikun pse një stadion i tillë gati me përmasa olimpike u bo pranë Mitrovic e nuk u menu kjo punë u bo tjetër ka? Po aty ka qenë. Me thonë këto janë renovime. Aty ka qenë nga fillimi. Renovuna i tjetër? Është sepse ai ka qenë më afër gjithmonë, kështu e kanë vlerësuar ekspertët, ka patur një investim të rëndësishëm para 3 viteve, por doli që nuk kanë qenë mjaft cilësore dhe një pjesë e kritereve që kërkohen tani do duhet kryheshin atëherë. Do me thonë, nuk është e garantume, nuk mundeni me garantu para publiko që Kroacin e presin Mitrovic. Ne marrim përsipër që stadiumi të jetë gati. Për çështjet e sigurisë, politike, të vlerësimit të asaj natyre s'mund të marrim përsipër sepse ka mandat dikush tjetër. S'muni me marrë përsipër. A jeni sigur që s'muni me marrë përsipër me ndrej situatën e sigurisë atje? Si qeveri? Ajo është çështje tjetër, qeveria e bën ato që mundet, unë po e përsëris është çështje e KFOR-it. Ne bisedum me sportistat të cilët po thojnë që në fakt edhe nëse e kryjnë për 14 muaj, loja kryesore nëse kryhet kjo i Prishtinës për 12 muaj mundën me lujt një loj, së paku një loj kualifikuse. As mundën ishtë 14 që me bo 12, s'mujtët me në shu kontrat për 12 që me lujt bile një loj në Prishtinë? Tasha nuk ka të bëj me dëshirën po me dinamikën e punëve, sepse ne do të mund të nënshkruanim kontratë edhe për 8 muaj e pastaj të mos bëj, sepse është çështje vlerësimit profesional, nuk s'ka të bëj me qëndrim politik. Atëherë, me ju përfshi edhe juve federatën, ka aspekti i federatës, dorën zemër duhet me pranu që ne edhe kemi thonë, e adim për nerfa Adil Vokri që ka lobu edhe ka pru derin që të pik me u pranu Kosova në UEFA. Mirë po, tash na dul që ju si këshit kry detyrat e shtëpisë brendshme, me polët e jashtë me keni pa sukses, me qëta të brendshmit, që ha puna, pse si keni ndreq punët edhe mrena? Po, s'pare, t'ja shpjegoj një çështje se UEFA edhe FIFA nuk korrespondon, nuk bën kurrë raporte zyrtare me qeverit e as ministrit. Zyrtare letër, që apo të vynë ma zyrtare ku t'ka shu letër të Football Federation? Federatës që shumë, letëzohë kënaqë. Ane dhe mirë. Salivët ose kryetarit. Po anis, do me thonë që ministria si krym punë të veta, edhe nëse letra ju vjen juve. Pikërisht, po veç desh da ta shpjegoj që edhe personin që na ka ndërgu për inspektim të fushave, që i ka qitë 39 pikat, ka qenë pak simptomatike që vetëm 4-5 ditë para mbajtjes kuvendit. Ka qenë një lloj presioni, për arsye se do të kuptojmë që kem pas armiq. Qush mëre, presion që 16 vjetë është dashtë ju vetëm me abo, me ndreq punët? Nuk e kuptohet, presion që të përdoret elementi se Kosova s'ka stadiume dhe këtë na kanë qitë në ftyrë atë. Sa, ka? A ju se keni ditë këtë puna? Jo, na e kem ditë, po na nuk jem gjendje me ndërtu stadione. Federata nuk ndërton stadione. Ani tjerat federata i mbikëqyr
krejt këto financat, i mbikëqyr klubet, pse se keni kry që të punë? Krejt punë t'i ka kry federata. Në këtë drejtim, ndosh me pas dëni... S'ka probleme, pra, po rren federata, po rren UEFA. Jo, se s'ka probleme. Po çështja e pjesëmarrjes klubeve në gara ndërkombëtare, kemë arrit që me një procedurë të jashtëzakonshme, sepse gjitha afatet kanë kalu, me i përfshi 2 klubet tona ose 3 që mundësisht të marrin pjesë me njëherë. Kjo ka qenë jashtë gjitha procedurës, në fakt s'kem pas drejt. A di pse s'keni pas drejt, se ju federata si keni mbikëqyr që duhet që 16 vjetë. I keni lanë ata, keni lanë me pagu rroga jashtë, si që baptore i keni lanë me u udheq. Çështja e federatës me mbikëqyr. Çështja e federatës vetëm 5 e shtetit. E Ulleksit, ata thiri me Ulleksit, cilit shtet? Nëse s'ka pagu tatimet ato, e qysh ju po gjeni zgjidhje të më thonë sponsor që 16 vite japin para edhe asnjë cent nuk u kthehet. Kush po do të ka më thonë përgjegjësi? Kush do të më thonë përgjegjësi që 16 vjet këta njerëz sponsorojnë klubet dhe asnjë cent mbrapa nuk e kanë marrë. Prandaj duhet të kuptojmë që apo më tregon atëherë cili është raporti juaj me klube, ju definoni me ligj, cili është raporti juaj me klube? Cila është përgjegjësia e klubeve ndaj jush kështu me ligj? Gjitha përgjithësit është puna e licencimit klube që e përmenet, është pothuajse cilat janë kriteret me licencu një klub? Është kriteri për infrastrukturë, është kriteri për personel dhe administrat, kriteri ligjor, financiar dhe për personel edhe administrat. A e këshirni ju personeli dhe administrata janë pagu? Për shembull, lojtarët janë pagu, ata janë personel. Nuk është çështje jona, ne nuk mundemi ndalu. Po a the që i certifikoj? Na vetëm i kërkojmë personat zyrtar që të qiten letër të dërgohen në mënyrë që të kontaktohen për shkak të organizimit garave gjithmonë. Krejt klubet i kanë këta persona. Edhe këto rregull. As paguhen është çështja e klubit dhe shtetit. Nëse është klub privat, i përgjigjet Ministrisë Financave. Nëse është klub klub OJC i përgjigjet Ministrisë Administratës Publike. Më thonë, nuk është federata me ndje klubet. A i kam pagu këto çështjet financiare. Mirë, zotni Hoxha, keni ndaj koment për ta? Është kështu që federata së Federatës këtu po më leun mu koncept, po më duket që s'po kuptohet. Ne kemi marrë kriteret për UEFA-s, një ndër kriteret më të rëndësishme është kriteri financiar. E pse UEFA ka gabu i ka thonë jo klubeve si ja u ka qu letër, po pas ka gabu i ka qu federatës, i ka thonë që kjo federata e Kosovës që ku o problemi me klubeve. Jo, klubeve jo ka qu. Kriteri infrastrukturës për cilën foli ministri është Majleti. Ki para, ndërton stadium, merr ekipe profesionale, bën programe, jep. Janë do kriteret tjera që janë më të rëndësishme që të ardhmen federata me siguri ka me marrë mjete për ndërtimin e stadiumeve edhe në kretë Kosovën. Janë fondet të cilat do të dahen po mbas projekteve dhe programeve të caktuara të cilat do t'i bën federata. Po federata në konceptin e vet do t'i ketë kriteret e licencimit krahas kritereve të UEFA-s. A i kanë federatat edhe kriteret e licencimit Një prej kritereve kryesore në cilat kanë ra klubet është kriteri financiar. Federata ende se ka prekat kriter. Shteti po ju do të kërkoni nga klubet në bas kriterit ligjor që t'i bin shënimet, t'a bëjnë një planifikim të bugjetit edhe të këshojnë... A mundet federata me thonë që s'po dune me pas kriterin financiar, le të mirën ministrit? Mundet sot, po në të ardhmën s'mundet me bo, se klubet i licencohen për mes federatës. UEFA-ja ja dërgon letrat edhe kriteret federatës, A mundeni ju me më kallzu, ju keni punu një ko në federat, me më kallzu cilat janë kriteret që ja bojmë na vetit, po më intereson si klub me dashtë më regjistru nesër, qka duna me përmbush në bazë kushtet Kosovës jo të UEFA-s? Janë 2 lloj kriterësh për të cilat duhet me ndajmë federata. Një lloj kritereve është kriteret të cilat duhet i përmbahen klubet për gara vendore, edhe janë kriteret të cilat federata duhet t'i ketë për klubet të cilat janë të interesume me marrë pjesë në garë. Po qka ka, sot, qka ka kritere? Nuk ka asgjë, është shumë thjesht Hajtë që ka, e ka gabima, ka diçka për kritere? 5 kritere. Janë? Tregova njerë, kriteri për infrastrukturë është 1. Kriteri për personel dhe administratë, veç në gjë. Kriteri financiar që përmenë. Pongoj. Kriteri sportiv, edhe kriteri ligjor, çështja e statusit juridik të klubeve. Këto kritere janë tash të 6-7 vjet. Ligjor edhe, më fal, sportiv, infrastrukturë, ligjor, financiar, për personel dhe administratë. Do me thotë që hajde po më përnalim çto. Çka thot kriteri financiar? Kriteri financiar thotë që klubet marrin përgjegjësinë e vet që a do të më thoni klubit se e kum pa në televizion, që ti dosh mi kur e merr një obligim kontraktual që dosh me kry me i pagu punëtorët e tua, do të mi thonë ata? Dosh me pagu me bankë, qështë duhet? Kalzën ti mua duhet. Po është obligimi ti ligjor.
Pa, a do dikush mi thonë, mi licensu një klub që si pagun lojtarët e vetë me bank edhe që a pagun taksat, a do në ti mi licensua? Ti si federate ki licensua? Na i licencojmë sepse kemë sankcionet sportive, po sankcionet ligjore personi mundet me drejtu gjykatës. Ti me paret shtetit tem e licencon dikon që nuk i përmbush kushtet e shtetit tem. Kushtet ligjore. A i licencohet hala pa janis këto? Licencohet. Po normal. Se ti vëmë në kriterit masi po licencoj ka gjithë kush. Nuk përdojnë për ndo këtë përgjësin e klubit. Klubi është institucion veti. A i duhet mi pagu punëtor... A duhet po licencu të federata? Apo thu që federata e një fa licence? E kure a e skenoni ju e filtroni, ka dalë, a e ki përmbush kushtin financiar? Qka do me thonë me përmbush kushtin financiar? Është individuale çështja. Çdo personi cilit nuk i përmbushet kontrata, a i ka drejti drejtohet gjykatave. Jo federatës. Pse licenconi ju? Qatë fuqi që i keni? Na i licencojmë për arsye se i përmbush kriterin. Hala pa janis na do të me licencu. Për mes me hi me bo një konfuzion, jemi arë këtu për minimu futbolit Kosovës. Po nëse na nuk e pranojmë që ekziston problemi... Do të identifikojmë problemi për të shku për para. Koncepti federatës ekziston si UEFA-ja që ekziston ndaj klubeve tona, është edhe federata që ekziston ndaj klubeve vendore. Do t'i përmbushim kriteret. Ekzistojnë sankcionet, nëse një klub, nëse ju ndërmeni janë kriteret, dejnë maksimum edhe janë kriteret minimalit të cilat federata duhet. A këndi gju për sankcione për klube në aspekt financiar? Nëse futbolli Kosovës do të shkoj për para, ju i filloni prej kritereve të ulta edhe shkoni deri te kriteret e nalta për ta profesionalizu punën e klubeve. Nëse shkojmë me profesionalizu punën e klubeve, shumë klube nuk do të mujnë të përcjellin këtë zhvillim. Edhe ju i ndërmerrni masat, ju nëse jeni të interesum me shku nesë në kampionat evropian. Jo, kur po thu? Futbolli, në përgjithësi. Ja, shteti këtu, s'ka futbolli është... Nëse federata është interesuar. Federata është... Po tash i merr instruksionet për UEFA-s. UEFA-ja e largon federatën edhe futbollin e largon prej shtetit. Edhe ajo i ka kriteret e veta. Kriteret e veta i ka prej minimumit dhe i maksimum. Federatave që po sa janë të pranume, ajo fillon me kriteret të ulta. Po ju jep edhe, në ndërkohë ju jep edhe kritere për kampionat vendor. Edhe ju thot, ju eliminoni klubin, nuk e licenconi klubin nëse si përmbush të kritere. Nuk mundesh mu bëti pjesë e një zhvillimit biznesor, ekonomik. A i të thotë që është kriteri ullë qëtu që i ka lyp UEFA? Ma tullta. Ma tullta ta? Ma tullta. 39 pika? Po shiko... Për infrastrukturë. Po për infrastrukturën nësë me marë si kriter. Nuk në varet për federatës futbolit. Ska mjetë, ska zhvillim, shteti pak njëmon. UEFA-ja tash njëmon shumë ma shumë në infrastrukturë. Ku me gjithë na mendjen? Ata e lypin mendjen, ata kam programe, kam projekte të ndryshme në cilat ju duhet të inkorporoni, të zbërtheni ato projekte dhe programe edhe në bazë zbërthimit aty në projekte dhe programeve. A jeni të thonë që se kena mendjen? Thithen, s'pako, nuk kemi menu që 16 vjetë në bazë në kriterë evropiane të futbolit. S'kemi menu me programe, me projekte, s'kemi menu. I kemi ditë kriteret. A u konë fështirë, a u konë sportin situatë që s'kemi mujtë me hezë, këtyja që është e tjetër, po s'dojmë të kthehem në mrapa. O kryu kjo punë, puna në apret e arshme. Këtu duhet tash dëbot një reformime në filozofinë të menduarit. A bon me i licencu 4 klube tjertë, kur licencohen që atëherë i marim veç 3-4? Jo 3-4. Mundet me egzistu situata që kampioni Kosovës nuk dënë mu licencu për gara ndërkombëtare. E në zërën e parë, nuk marrë pjesën në gara ndërkombëtare. Peronit, ne ki fjallë. Pesojmë, s'pe marrë. Një kampion? është një klub që mundet me nëzonë venin e 6, venin e 7, venin e 8, po e ka fair play financiar, e ka infrastrukturën, e ka kriterin... Çka është fair play financiar? Fair play, s'duhesh me pas borgje, e kanë ata një minimum, një maksimum dhe i sa mundesh me pas borgje, e kanë kriterin ligjor, UEFA-ja. UEFA-ja thot, duhet edhe federata, edhe klubet duhet të regjistrohen brenda shtetit edhe të funksionojnë brenda rregullave të shtetit. Paguajnë normalisht. Mirë, a kena e spjegim pse o të liru kjo që 16 vjetë? Në botën e jujt të sportistë, të sportit? Shpjegimet janë të ndryshme, nuk kanë menu, nështë as kemi pri që do të pranohëm ka shpejt, nështë as gasë, po ti që mi thonë. Janë çështje të cilat një grupi njerëzve që dojnë mu marrë me një aktivitet
një grup i njerëzve punon punën shumë profesionale, një grup e punon pak ma jo profesionalisht. Një grup, po që gjej, këtu s'po del asnjë klub që i ka përmbush, asnjë klub s'po del profesional. Po s'ka klube, komuniteti i futbollit të ndërton Federatën e Futbollit të Kosovës. Tishin klubet më të organizume, e kishin zgjedhur një trup organizativ i cili kishte përpara. Falbri Fatos, kjo puna e pagesës përmes bankës, një trafik më rekoni gjëllari i pagun, nuk është ndaj filozofi që 16 vjet. është e përmendit, për shembull, një klub pagun 400-500 euro kontribute dhe tatime, një klub nuk pagun një atëherë nuk ka fair play, s'ka barazi aty. E kush duhet me njek ta? Duhet me njek që po thot ATK-ja me i mshel drynë me qita, kush? Po nëse si njek ATK-ja, federata i qëtë pi garave të Superligës, i qënë Ligë 2, Ligë 3. Çka ndodh nëse i qet? Starton me 10 klube, me 9 klube, me 8 klube. Në kohën kur Federata Kroate e ka ndërtu... Si pas te që i jashtë, a ka kush e bën që ta federata? Vetëm ta përfundoj. Në kohën kur Federata Kroate i ka marrë hovet, Federatën cila ka shumë probleme tjera tash, kryetari Federatës ka dalë dhe ka thonë, nëse si përmbushni këto kriteret minimale, të cilat ne i ka dërgu UEFA-ja, ne do të startojmë ligë me 6 klube. Ato që i përmbushin kriteret. Me 6? 6, edhe klube tjera janë mobilizu edhe janë bo 10-12. A ka dikush federatën tonë që ka na i fuqi edhe që të kry, që e the, po citoj kry, që të kry me kërkuqte edhe me qenë dikush i rept që e zbaton? Po si, ka njerëz, Kosova Sumetën, ka njerëz të ri, ka njerëz... Zëri Shola, apo ta mërmenjën që ka dikush federat që qëtë anën e trunit, jo të tullave, që keni me kry jo, mundet me e qu për para, për i qka përshet dhe i tash? Çështja futbollit, çështja federatës dhe klubeve, është më nuk ta kanë të flasë drejt për këtë, por që tjetë pak me qartë, pavarësisht kësaj UEFA ka programet e veta specifike, që lidhen dhe me infrastrukturën dhe shpërblimet dhe me organizimin sportiv e tjerë, dhe me thonë, pavarësisht asaj UEFA do të ndërhyj. Por qysh do të ndërhyj? Aja do t'ja qeqë llogaritët, do të mundohet ajo me pagu me rregulla lojtarë tona? Jo, ka programe për investime. Për investime në vendet anëtare. Ku me investu? UEFA nuk pagunë në zezë? Bisedat cilën po e bëni ju lidhet drejt për drejt me klubet, cilat janë subjektet pavarura. Me si përgjigjen dikujt? Po, pa tjetër, dhe duhet kemi kujdes, sepse nuk si jemi ma në pikën që t'ju kërkojmë se jo klubeve, nëse nuk plotësohen ato kriteret, gjithë shka tjetër bjen. Më falë, zëtë një Shola, qërë gjithë shka tjetër bjen, ju po thuni që si mbikëqyrni, sepse ata e në të pavarun. Federata për valasune si mbikëqyri, veç e kom shkruj që ashtu kriteri financiar. Qysh, kush i mbikëqyr? Mbikëqyren ato, si të gjitha subjektet tjera. A e nive që ka tha udhëheci Feronikle, tha, në këto institucionet të pavarun asë mujtë me ndiku. Gati që ashtu e tha, si dhe ishtash pas ka ndiku po i bjen puna. Jo, e kështë e fjallën për UEFA-n. Po. Së mund ndikoj asë në këto, që po i bjen, më falë, që kjo po nënkupton mes reshtave, në është ta kuptoj gabim, po mes reshtave që dhe që tash pas kanë diku në ATK dhe në vene tjera që si kanë zbulu. Ska të bëjmë ATK, tash kjo sështë qështje për cilën do të flasën, po prapë po provoj me që jem këto që ta sëroj. UEFA ka audituar pasyrat financiare të 2 klubeve tona në 2 vitet e fundit. Dhe ato janë tabela zyrtare, do thot institucionet tona nuk kanë dhënë tabela falso. Janë identifikuar probleme sepse kanë shur tabelat e vërteta. Kërkush s'pe më hënë që jënë auditet sakta. Po pra, institucionet e shtetit kanë konstatuar që s'janë regull dhe kanë bajtur evidenca. Tu ndi që janë blokuar dhe gjiro llogarit klubeve, po kjo është një çështje tjetër. Tani, federata do të ketë kujdes kur të licencoj, që të respektoj standardet UEFA-s. Kjo është. Mirë, ne me gjitha te më falë Fatos sepse e kemi dhe afer ditën këto. Një gjatë mirë që vëdu me thonë që e ka Kosova, me gjitha te e ka trajnerën e vetë me në Balkan të licencume prej UEFA-s. Afer ditë sot konftu këtu me më kalëzu, sa e shtirë me i përmbush kriteret e UEFA si trajnere e futbolit. Qka të lutëm, në qka kalove dhe abone me të njafshëm, qësh e bone këtë punë? Licencimin. Kalzona. Jo, vetëm fushën e futbolit apo të trajnimet, ne si kemi dhënë elemente se si individualista të paktën edhe në sport e kemi dëshmu që
kemi një afinitet dhe kemi predispozita të tashme. Megjithatë, Mirë, çka tu desh ty me përmbush si kriter, bashkë po më intereson, edhe atu do kështirë, si është shqiptare e Kosovës, qysh e përmbushe që ata? definitivisht për me përmbush dhe me ardhë deri te licencimi me profil licencë, që është një prej shkollimit themi i fundit, sa i përket zezës trajnerit, definitivisht është vështirë. Mu ka dash një ekspertizë dikon rreth 25 vite, ka qenë obligative në këtë shkollim, ndoshta ekspertiza dhe poentimet që duhen të plotësohen si kriter janë më të vështira dhe se pjesa e shkollimit lartë. Është dash të jesh lojtare aktive një kohë gjatë. Krejt botën janë veç 46 licencat femnave dhe ju jeni një pitëne, Ballkani vetë. Në krejt botën janë vetëm 46 licenca mas shumëtit profil licenca të femna kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe na kemi një ngjashmëri sa i përket zhvillimit. Krejtësi Amerikë, nana. Jo, krejtësi Amerikë, po... Mirë, ju jeni prove gjallë që munësh, kur munësh dënë. Çka menoni që a i pjepni na i këshill edhe klubeve që mujme ndigju? Qysh mujtët jo e s'mujtën ata me i përmbush? Çka o puna? Shiqo dhe te profil licenca është një rrugë e gjatë. Thash edhe në fillim që është dash... Ju e keni kalu, pse këta tjerë s'më mujnë me kalu? Qa keni ju? A jeni marun për jarit, a qysh, pse marut? Jo për ata, po ka shpesher licencime, kemi shpesher licencime... Ju e keni qu, qysh e keni qu, s'pëdi... Ne kemi dërgu për... Si së dërgu të tjertë? I seleksionit që janë vetëm 2 vena në bazë kriterëve që përmbush. Dhe si mas juve, federata s'pas ka njerëz të aftë për me qu proceset për para, unë për ju të regoj sinqerisht që s'ki një ori për këtë punë. Jo si pas UEFA-s, jo si pas ne. Si pas UEFA-s edhe si pas FIFA-s. Jo si keni mbi këshyrë që 16 vjetë keni mujtë mu bogati, mi bogati klubet, si keni bogati. Po, apo më të regon të mu qysh i kështë mojtë klubet të njerëz të kanë dhonë ka 2 milion euro për 16 vite. I kësha thonë, shtini 2 milion euro, shtini në për bank, kur i pagun 2 milion, edhe 200.000 pagu i taksat edhe botë puna mirë. Qëfar shteti i ka këthy ati? As një cent heq kur. Po ti, do me thonë vjedhe, i keni thonë pe pranon që i ki thonë vjedhe 2 milion, mos menagjoj, mos tanin, shtini në zez, shtini në tavani. Ata njerës kanë mojtë sportin gjallë, e kanë mojtë familje tëra gjallë, kanë 20-30 veti kanë mojtë, të dhonë pare padim. Nëse mon familje, mundet me vjedhë. Po qëfar djetë na i parën e vete? I vetëm institucion për futbolën që njerës të japin parët vete. Pse jon bankat? Ti po folë 16 vite, qëfar bankat 16 vite? 16 vite ka bankën Kosovë, më bankat ju finansojnë juve, ju si qelni llogarit. Federatën e keni, banka ju Federata nuk ka finansojnë. institucion, nuk ka institucion, shka ku dush A jetu më ma thonë i që rregull këtë aspekt. që tash që i keni inkuraju, nëse është një investitor 2 milion euro ka shti, e keni inkuraju mos me bo për mes bankës. Jo, na i kemi inkuraju me bo për mes bankës. Edhe në Federatë Futbollit nuk ka as një cent nuk hen kesh. Mirë. A duhet, mas pari, se cili klub me i deponu 300.000 euro për me njës kampionat? Jo, kush për i qatë të filozofinë. S'kin do të me S'ka një pas kriter. një hori për këtë punë. Hajde është kriter që e përmene fair play financiar. Ato obligime fatosi që tha dikush e jep 400.000. Aj që jep 400.000 ke marë obligime kontraktale të kimi kry. Aj që si ka, mund me qenë edhe klub amator. Jemi të fol, shika, jemi të dashmin e mu futbolit, nuk... Jemi të fol për kritere evropiane të futbolit të cilat do të me pas kriteret federata. Pse ka shkua fërdita, ku ke marrë falë diplomën? Veç pak. Kriterët që do të më konë federata me shkullu trener ato. Po na i kemi shkullu. Po ku, jo, do të me pas brenda për brenda edukimin. S'mon është me qenë pa qenë antari UEFA. Po ti ke du të me menu Po na filozofike. kena menu, po në di qa mënën ti. Po s'mon është është mira panem A kemi sot refer që mundet me na referu jashtë? Po që s'kem? A ka me njëhri gjuhës, a ki vëzhgus që mund është me që jashtë? Kjo s'na ka pengu neve që na të organizohemi mënyrën filozofike të menduarit të kemi si UEFA. Po s'ke mund që s'ke qenë antarë, s'ki drejt du të më shru marveshit, po si dina të Qysh në kohën që s'ka qenë antare është licensu Afrodita? Në kohën që s'ka qenë Po, antare? se ne kemë bo marveshit posaq me Federatën Gjermane të futbolit, jo me Pas ka UEFA. mujt, shkolla, a ke mujt me qelë shkollë të referave? A ke mujt me qelë shkollë me i bo gati njerës? I kemi bo gati. I keni bo gati? Edhe refert, edhe zyrtar, Krejt gati. edhe trajner që janë me licenca B, Mirë, A dhe pranu, profi. UEFA s'ka problem. Vetëm një ndërhyrje të shkurt. Erolli
pak me nervoz, po të nëzën gjonat, po me gjithat, unë mendoj që problemi i vetëm është infrastruktura, ajo që a tha dhe ministri që dorën zemër... UEFA s'po pajtot me ty, kriterin financiar, po thëtë. Dorën zemër ka qenë problem që sporti nuk ka qenë prioritet. Edhe me 1 milion, 2 milion që vazhdimisht jo vetë sporti, po ministria jo në përgjithësi jo nda miliona, nuk nda përqindje si gjithkon, ka qenë problem. Ka qenë problemi edhe me pronësi. Ka qenë problemi, unë e di shumë projekte ministria që ka dash me investu dhe nuk ka qenë prioritet i komunës. Ato janë menaxhim të komunës. Kemi pas shumë probleme. Ka diçka që shkon mirë, për probleme, më falë, a përdit. Jo, unë e përdu me u këthy të nisem pozitiv që të shku mirë. Qysh po mundet klubi i femnave Ajvalia me lujt jashtë, qëtash? Po mundet, po s'pomlen me fol. Një ndër gjanat që jam direkt e lidhne, është çështja e futbollit femnave. Praktikën cilën e ka përdorur Federata e Futbollit Kosovës për 6 vite, me bë një ligë, me 10 ekipe, me bë një reprezentacion, me majt gjallë një ligë dhe një reprezentacion që nuk ke pas mundësi me lunë ndeshje kërkon, besoni që është një energji tepër e madhe e federatës që duhet me u harxhu në drejtim. Ke majt gara, një gjatë duhet me kuptu. Një gjatë duhet me kuptu. Problemi... Qa po kërkoni? Ne këtu prej... Sa i përket futbollit femnave i kemi 2 çështje që mendojnë që janë ma emergjente, për cilat i kemi bisedu ma heret edhe me ministrin, normal që ajo duhet shkon përmes edhe Federatës Futbollit. Një çështje duhen një investim emergjent i disa pjesëve të ndihmëse të një stadionit për shkak se ne si reprezentacioni femnave... Shumë konkretisht, s'kemi shumë kohë. Në federata po kërkon me përkra Federat po kërkoj edhe ministri edhe komuniteti i biznesit në këtë moment që jemi me mbështet klubin Ajvalia për shkak se merr pjesë për herë të parë në ligë të kampionëve. Apo më ka thënë çështë Ajvalia me marr pjesë e Feronikle Prishtina jo. Shiqo, çështja e futbollit femna më kompetent është rolli, është i takon pjesës është më amator. Çështja e zhvillimit të garave tyne dallojnë pe sistemit që zhvillojnë këto. Kriterin financiar po më intereson Ajvalia? Apo si është klubet e femnave kanë qenë më tepër amatore dhe nuk e kanë atë kriter. Për momentin... O bo klubi i pari femnave bazë të lumëtimit se ka qenë kriter UEFA-s për pranim. A është kriter për pranim? Edhe që mas sa vjetëve o bo liga, me thonë. Ka diçka të mirë. Duhet filozofia të menduarit mu kap në kritere. E përmenëm shkollimin. Kriteri nuk është kriteri financiar. Klubet tash kanë me marë... Të shkollum, kemi edhe... Shqeqa, veç të shkollimi nuk është mirë me imbet bësh Federatës Futbollit për 2 çështje. Ka pas marrëveshje me Federatën Suedeze mi 200 trajner. Ka pas marrëveshje... Ka po 200 trajner? Po, amo trajnerat... Trajnerat i kemi pej nivelit bazik, licencë B, licencë A, licencë profi. Ajo është një shkollim që të merë 10 vjetë. Nuk mund është licencën ti. Kër e merë licencën A, duhet 4 vjetë me pushu, realisht me pushu, me ushtru, me marë një ekip. Po du me uftu të gjithve me pa njënën prej yjeve tashme në futbolin e femrave. Pikrisht sepse këtë muaj që ky ekip të cilit i takon qëndresa, që keni me pa në reportajnë që ka zhvillu kolegu im Andi Lokaj, është klubi vetëm që po lunë jashtë, o pranu me lujt jashtë, ta shohim qka i ka punë qëndresa futboleria e re e Kosovës.
Ja pra gjindemi në stadiumin Ultra Galactico Moderno shkencor me 75.000 ulceve. Për çdo çast pritet të filloj ndeshja më e madhe kësaj sezone. Ndeshja shumë pritur, 75.000 shpirtra në këtë stadium fantastik, ku e presin ndeshjen e vitit. Qëndreca Krasniqi, 21 vjeçare, klubi aktual, FC Hajvalia, top futboliste në trevat shqiptare. Filloi të merret me futboll qysh në moshën 6 vjeçare. Në moshën 12 vjeçare u inkuadrua në klubin FC Prishtina. Është zgjedhur 4 herë rresht futbollistja më e mirë në Kosovë. Ka e nis? A je gati për humbje? Si qa për duket veti ati që me upën e? Messi, Ronaldo, Van Basten, Gullit, Rijkaard, Maradona. Hajde lu. Ballojnë në kampon. Që lunë ma mirë se djemta, është të vërteta? Jemë suti me. A lunë ma mirë se djemta jo? Ballojnë tash. Kure kone vola, ki lujt me djem? Po, kom lu shumë. Para mollës, a? Ku pedin ti? Mua mërmenja. Pse një vështjet 0 vite i Shqipnia? Së ty be s'ka mujt ma shumë se me pas mujt ja kishë dhonë. A, gashi, s'ke gull. Të ndëruar, Shqipëria e dashur, korri fitoren e par epokale ndaj Rumanis. Natyrisht, Shqipëria edha vetëm një gol, por fjala e urtë Dardanoj Lire thot me një gol, nuk bo shkoll. Që do me thonë, me një lule nuk qelë pranvera, në këto temperaturat të larta të qershorit, nuk në vaditi as Gjermania, as Italia, as Portugalia, e besa, Turqia në vaditi fort mirë. Pra, popullorqe, kësaj populli dashur i thojnë, një gol i Armand Sadikut nuk është bol. Dhe lulja jonë e dashur Kushezi, i lajt li ambulijat, edhe me pasaportat diplomatike të Momodheut. Unis të shpia. Po thuqi, s'ka mujt ma shumë? S'ka mujt vëllën se me pas mujt ja kishë dhonë. S'ka mujt. Ti kime lundi kampion me thashat? Fall! Ja, fall. Si më rëkohën pak prek? Ka zhujt ato me s'njerë do. Që janë i stinza. A kemi që lojtarë 3 brazilian të Ajvalisë, janë orë dhe janë shku. Të shpia. Vallojnë unë zdi lejtore e drejtërisht e klubit tjën. Koshi. Spektator të dashur, këta janë 3 brazilianët më të famshëm në histori të Kosovës. Mateus Carvalho, Sergio Daluz dhe Lucas da Silva. Ata kishin ardhë vitin e kalu me lujt futbol nga Brazili në Hajvali. Në fillim kalun mirë me flijat, qajat dhe pitet tona. Por, këtë dit i hapën syt. Kjo ishte banesa me besyje që për brazilianët e ndau kryesia e Hajvalis. Se sa ju pëlqeu ky trajtim sportiv brazilianëve më të famshëm të Kosovës, tregon kjo foto ku ata shihen të gëzuar, tepër të gëzuar, duke pritur me padurim aeroplanin që të fluturonte sa më shpejt që t'jetë e mundur dhe të ikin nga Kosova. Hajde, fito 4-0, du me fitu, jo 1-0. Hajde. Do është? 4-0, jo tani, jo Gjermania, jo Italia, jo, hajde një mana, jo nej, jo kënej. Qa po të mërmenja? Qa po bëjna me Finlandë në Kosova? Me kën? Me Finlandë në rasin të që jam lua? Jo, ty bespedisha për se e bënë. Që ishë mërës me të vërmore ma vute në nërgom? S'ko morë me kjo. Nërgom, a? S'ko morë. Hajde. U që e rrëv. Qegula. Veç tash e 0 për ty. Tash e shumë qa për ndohë. Se s'kampion jo mëne. Unë jam kampion. Që, gol Kosova, që.
që golla parë me Finlandën. S'ko që jep gull. E Anive, që Kosova lujti, këta unë në mejtë që ata që kanë me fusnot në fanila. Jo, s'pe di qa Na që këshin ashtë shduk? ajo. Ha? S'pe di qa që Qysh ashtë nëse ajo. din? Fusnota. Na këshin vjellë dresa. Ja, stirë! Qish bërë të një? Kjo të folë kur të me përgjit. Të ndëruar, apo ju kujtohet fusnota. Fusnota famoze, me elemente kancerogene, për të cilën në patën premtuar se do shkrijej në pranverën e parë. Njëherë me fusnot, tër jetën me fusnot. Për këtë arsye, ekipi U19 para 5 ditëve në Leipzig të Gjermanisë u paraqit me tër madhështinë e fusnotës së famshme të Republikës së Kosovës në fanellat zyrtare të kombëtarës tonë, a nuk pat fanella tjera, oj federat, fantastiko patriotike. Natyrisht, të gjitha mediat sportashëse të Kosovës ultra patriotike e kam përcjell këtë rast në frymën e zakonshme magnetiko-akademiko-shkencore me heshtje dhe me fshehje nën tepi. Kalon si e 3-0. 3-0. 3-0, 4-0. Puni ish me fitu. Na shqyë. Qa më këqirë? A pas kam buni. Nuk dërzon, kur të dërzon. Zero për të Snijet se më po ide. Snijet. Kush t'jet? Të folim ka në dhënë. 2-0 na 3-0 do shme fitur. S'ki shans me fitur 3-0. Se shkoj Brazilje, se shkoj Kosova. Cili Brazil më re? Ha? Nigeria kampion e Evropës. Nuk e. Ajgore, ha? Pa hajgore. Faul! Smirë! A, peta! Faul! Ja! Faul ke, po nuk dorëzohem. Nuk dorëzohem kur. Të nderuar spektator, të nderuar viktima të Kosovës sonë, këtu përfundon gjithçka. Këtu merr fund edhe ky transmetim. Ndoshta e vërteta dhemb, por kështu e ka sporti. Kështu e ka sporti. Në fond, pidyshit nesh. Tash kam betur që ngelcanat me shku në shpi, edhe me alëshu vendin atyre që din dhe dojnë. Të ndëruar shikues, ishte ky dueli kryesor i vitit intergalaktik në stadiumin prej 75.000 ulceve. E po si përfundoi ndeshja, nuk ishte ndeshje me fusnota, nuk pat brazilian pasi që ikën. Kosova nuk po luan futboll as në stadion të vetin, as klubet, as reprezentacioni i unë, kush e di ku duhet me lujt. Në fund të fundit, karkas jem heq. Mirë, kjo ishte qëndresa edhe analiza e Andil Lokës ku jemi na, apo parodia e tij. 3 brazilian që kanë ikë prej Kosovës për shkak kushteve të këqija, ndoshta s'po na interesojnë. Zotni Shola, fort atë
Jo me do mos vetëm brazilian, po kushtet sa janë të mira për sportistat tonë, me u zhvillu një klub për shembull të rit që nuk i takojnë UEFA-s, a ka shansa që nuk i takojnë klubeve që kanë me hin UEFA. Çka o plani për çata? Besoj këto janë çështje që lidhen drejt për drejt me njerëzit e fushës, nuk janë çështje të qeverisme që politikat për këto i banë Komiteti Olimpik dhe Politika keni me Federat. investu ma shumë. Çka është ajo që keni me investu për shkolla, për shkollim, për me kultivu sportistat të rinj? Janë shumë specifike dhe për këto vendosin federatat, por ne negocojmë, nëse për shembull një federate e caktuar do të punoj me grup moshat, apo do të forcoj shkollat dhe insiston që ajo tjetë pjesa cilën e financon qeveria, ne e financojmë pa problem, po du të vendoset paraprakisht si prioritet, sepse ne po as kemi të drejtë dhe besoj s'kemi as dije që t'i vendosim ato. Mirë, e vërtet, po zotni Shala, nëse pat ankesë këtu që federata s'ka bo shumë për sportin e femna, për shembull s'ka investu, s'ka do, prej prioriteteve ka konsideru, jo vetëm federata, po edhe komunat e konsiderojnë si ditor. Zonja vërtit e ta? Futbolli femna thash përkundrazi ka qenë prioritet tonë fort e Federatës Futbollit. Mirë, po s'janë pjesë e federatës, ke thonë? Jo, si. A janë pjesë e federatës? Qa pjesë? Më falni, so femna i keni në federatë, në bord të federatës pra? Kem një. Prej? Vjolca Krasniqi, ndërsa seleksionuese në reprezentacionit e ki përballë. Mirë shumë. Puna e Asterixit, a muni zëni Rome më kallëzu, çka është puna e Asterixit, pse ka nevojë me lujt me qasi dresa? Ka nevojë me lu. Thjesht kanë qenë 6 tylla, ai andini një pas ka pasë më e madhe, 6 tylla mrapa që simbolizon flamurin e Kosovës. Apo dhe mes ke fusnoq ajo? Jo, s'ke fusnoq. Aje ngroti ka duk fusnoq. Mirë, andini s'ka lidhje, po ka qenë obligim për ndeshjet miqësore ndërkombëtare, po tash peqen pranu gjitha këto më kanë rënë poshtë. Kështu që vetëm ka qenë 6 tylla. A s'kemi me pa fusnoq mo? Jo, s'ka kurfar fusnoq. Edhe që ajo po thuni s'është fusnoq? Jo, s'është fusnoq, është ylla, 6 ylla, pema të madhe dhe më të vogël, që simbolizon flamurin. Mirë, edhe ku është, çka janë prioritetet? Çka mendoni për fund, nga 1 minutë kemi kohë, prioriteti? Për neve përpos to 2, që është tash çështje shtetërore, 2 stadiume të cilat po dojmë intervenu shumë shpejt, çështje me interes nacional është stadiumi nacional, vendim cilën e ka marrë qeveria pothuajse para 2 vite në kohën e Hashim Thaqit, dhe për cilën është definu prona e din ministri ma mirë, këto është duke punu me të madhe, për neve interes nacional është ndërtimi stadiumit nacional Prishtinë. Çka do me thonë kjo? Prishtinë do me thonë këna mi pas 2 stadione me kushtet UEFA-s. Çështje për arsye se është çështje i migjit shtetëror dhe ai do t'i plotëson gjitha kriteret E ky Prishtinës mos mi plotësu kriteret Këto do të jenë të përkohshme në mënyrë që të mundë, se ka shumë grup mosha, shumë përfaqësuese. Do me thonë, që 16 vete asnjë, tash tretën. Tash tretën do të marru me ne. Okej. Kur kryhet kjo, apo jepni jo premtimin? Po nuk muj me premtu, është çështje e vendimit qeverisë, po më duket. Qeveria ka thonë që kena mi pas vizat si kena, a qashtu me çato fjalën e Nisa? Me çato fjalën. A me çato fjalë? E prioritet është diçka që o përgjegjësia tjetër kujt për Jo, jua? prioritet për infrastrukturë, thamë se nuk është çështje. E përgjegjësia juaj, çka është për ju prioritet? Çka keni me bo? Çka po premtoni me bo? Ju si federat, lidhur me këto kushtet që po i lyp me i plotësu UEFA. Ishe këtë kriterin për infrastrukturë, gjitha kushtet tjera, federata ka qenë nivel detyre, sepse ti e thënë në konotacion pak negativ, se federata s'ka persona, na mund me ta dokumentu që persona që kanë punu federat kanë qenë me autoritet dhe janë kompetent. Rezultatet janë me organizu dhe me mby këshyr garat në federatën e futbollit. Gjitha tjera, mos harros është çështje fuqisë ekonomike të vendit. Vetëm u organizu garat, jo me u siguru që kanë me i përmbush klubet kriteret, a? Gjithsesi, 5 kriteret themelore do të me përmbush. Si deri qëtash a qysh? Kriteret e UEFA-s, a kriteret e juja kanë me i përmbush? Kriteret dytë, përmeni fatosi shumë mirë, licencohesh për garan vendore dhe për garan ndërkombëtare. Mund është me qenë edhe i pari, për nëse i përmbush këto kritere, mos harroni se nuk është veç Prishtina e Valia. Ka qenë Dinamo Bukureshti, Zhenova, e tjera që nuk janë licencu për gara, edhe pse kanë qenë vend në para për dytë. Më thonë... kanë ma letë se vepron UEFA-ja. UEFA-ja dërgon letra edhe ta shkojmë. Po na duhet... Mirë, çka nëse klubet vendosin mos me marrë pjesë në UEFA?
Edhe me vazhdu me vjetrën. Afarizmi i klubeve, na nuk muim me hin afarizm të klubeve. Disa klube farojnë ma mirë, disa ma keq. Zotni Hoxha, si pas jush, shpejt, çka duhet me qenë prioritet? Përveç që është e qartë që klube duhet me i përmbush. Prioritet duhet me qenë si pas meje një ndryshimi me një të mënduarit. Duhet harton plan programet edhe projektet afat gjate, jo afat shkurte për të mos i bërë gabimet cilat i kemi bërë. Të orientohem ka fondet e UEFA-s me projekte dhe programet caktume të cilat janë mjete edhe në infrastrukturë, edhe ndihmën për shkollim, edhe ka ndihma po që duhet ndihmë të thithim, të hartojmë programe, projektet dhe programet janë në UEFA. Vetëm duhet zbërthimi të ne. Duhet të lëmtojmë me i zbërthy, edhe si federatat tjera, mes me bo gabime. Edhe ju jeni optimist, që ka njerës që mujnë me i që për para. Nëse futbolli ka egzistu 16 vjetë, pa kur farë ndime, kërka, tash janë hap dritaret, janë hap dritat që mujnë me i... Tash janë i garë që aji që është ma Një jafti... detaj interesant që e thatë gjatë kohës që e këshushim qëndresën, thatë kjo ka me shku shumë shpejt me lujtë për tjetër kanë. Ma biti, është shumë lejtare mirë. Mirë, edhe po menoni që ka me shku, nëse shkon, a ka mu bo me regull, a ka mu bo që shduhet, a ka mu Po, pagu ma me mërmenja regull? që është registrume për klub, ka librez, tash e kanë kartonin, kanë qmim. A ka mu pagu për mes bankës a nër tavolin për ta? Qa për ta mërmenja? Në Evropë nëse shkon nuk paguhet si këto. Në Evropë. E nëse shkon ka lindja? Nëse paguhet? Kret paguhet. Kret, a? Në shkon me regullat të EFA-s. Urdna vërdit? Një ndërhyrje, kjo veç që ka bo marrëveshje shkon për një ekip Zvicrës, sot ka u thu për Zvicër. Kure yjet e reja, kjo yll s'ko ka i Kosovës mo. Kjo është i reprezentacionit Kosovës dhe realisht dhe misioni i sportit është që... A bën me na kalzu dhe diçka, a mundet pare që jam fitu nga klubi me ushti a shtihen, a jënë qatë sa më ushti një shkollë që me kriju qëndresat reja? Nëse veç s'po muj me maj qëndresin të. Definitivisht nuk është edhe esenca me maj qëndresën këto, për shkak se janë 10 klubet reja, ka lojtare mjaft, kjo është talente thjesht jo për mosave të Ballkanit, është edhe ma gjerë, kjo ka qenë në programin e Federatës Futbollit për një vjetë. Sa po paguhet një talent i për mosave më të gjera evropiane? Po shiqo, në futboll të femnave, krahasu me sporte tjera, kolektive, këto është sa i pashun e kontratat 400 deri në 500 euro rrugë. Më habiti pak fatosi që e pa tash këtë lejtare, kjo ka qenë 6 vjetë lejtare e Prishtinës, kohën edhe kur kam punuan. Me gjithat, ka qenë sportiste vitit, fatos 4 vite radhë e për cilë futbolin. Jo, këta kam me dhonë një vretjet e fatosi që krahas futbolit moshkëve duhet me... Te fatosi, s'perje pa të ku duhet, ku janë të sot në qeverisje? Shqeqon, në qeverise, po më duket... A bërë një departamenti jëtë i sportit, sa ka dhonë për femna? Hajde se në departament sportit, Ministrit Kulturës je ma gjatë se kujtim shala. Qa keni bojë ju për femna? Ju kemi ndihmu federatav me kriju gjitha klubet që ata kanë marrë iniciativë. Për femna sportiste? Kemi bo për femna, krejtë rezultatet ma kulmore në Kosovë kemi prej femnave. A kanë rrugë futbolistet femna sot? Futbolistet femna, këto që shkojnë ligë kampionëve kanë. Se është obligative me bo kontratë. Definitivisht, mision, përësia jam e fundit është, për këtë emision, unë kërkoj që definitivisht sporti femna të trajtohet mundësisht njëjtë si kur në sporti moshkojë, për shkak se kjo po e dëshmanë. Unë e bile kërkoj edhe pak ma mirë. Kaç patëm kohë, faleminderit gjithëve që ishit këtu, tash po i lo me intervistën me Gabriel Memuqin, ish shefin e Eulexit. Deri herën tjetër që shihem, që ka me qenë 7 orë, jo gjatë verës, miru pafshim. Last time you were in the studio, you told me that you don't know if you should unpack your bags because you were so unpleased with mess you landed, to be frank, of that time. So today, do you feel happy to pack your bags? Did you unpack the bags first of all? Yeah, what I told you that time, that was in the beginning of 2015, I think, is true. I waited like at least 3 weeks before unpacking. But now I'm packing and I'm very glad to pack because I think I did a good job and I'm
I think it's the right time to go. So, as you are leaving, can you tell us what is happening with the new EULEX mandate? What is going on now here is a negotiation between the European Union delegation from Brussels and the government of Kosovo to adjust these say provisions from the European Union with the local authority in order to apply a new mandate, possibly with not only considering different rules, but new methodology of works. I understand that the details will be negotiated with Kosovo government, but as you said, negotiating it with 28 countries. Do these 28 countries of the EU want a downside mandate for EULEX, but an executive mandate or a non-executive mandate? No, the executive mandate is still there. There is a general perception that developed very evidently in the last 9 months that things are not going so well as we were hoping. So I can... In what terms? In what terms? I mean, I can tell you that until last summer, summer 2015, and that was also my opinion, and we were all working for a definitive handover, a final conclusion of the mission and a handover of all cases to the Kosovo judicial system. Then in the summer 2015, autumn 2015, there were many incidents. All these came alight, and the member states started to rethink. Is it premature, or should we stay a little longer? And the final decision was taken that it is premature. So that's why we believe there is still need to complete what was done before, and possibly also to keep an eye on things, on new cases, if they happen to You mentioned there were a few incidents, and it just happens to be from the summer of 2015. And I've looked at what you've written since 2015, what you said in the media, and I found you referring to one of these incidents. I want to quote it. You said that you are quite shocked and find it scandalous. You wrote so in the EULEX portal. You find it scandalous that those convicted in the Drenica trial are housed in a place, Kosovo Correctional Services, where they seem to come and go as they please and can obtain doctor's order to go to the hospital as easily as you or I can buy an espresso. Are these the incidents you're talking about? Yes, not only, but there are other incidents as well. This is the Correctional Service has been under strict monitoring from the mission for a long time now, and I would like to recall, because that's a key factor that many people maybe don't know, that until 2012 the Correctional Service was actually dealt with by EULEX with an executive mandate. Then it was handed over in 2012 to Kosovo authorities as an example of a model to follow, because we believed in 2012 that the Kosovo Correctional Services was a very efficient body. Well, after 2 years and a half, it came out to be totally wrong, the assessment, evidently, because, as you mentioned, in 2015 we were assessing, and we assess it less and less now, so things are getting better. We were assessing in 2015 that because of some leadership of the Kosovo Correctional Services, as you read, those things were happening. But I also would like to mention other things. Yes, but also I want you to be explicit. Kosovo public needs to know what are these incidents. Can you be explicit? You were very explicit that it's about the way that people who are supposed to be in jail come out of jail. What are the other incidents which makes the EU countries believe that this country is not going so well, it needs another EULEX mandate? But the incidents, I can mention it right now, exactly at least 5 of them, and I will do. But at the same time, you have to consider that the incidents are not the only piece of consideration when you have to make a wider image of the country. So I wouldn't like to be too pessimistic at the end. I mean, the 5 incidents are 3
persons in jail serving a definitive sentence for many years. They should stay in jail for many years for war crimes. There are all three, or two of them, I can't remember, but the former KLA commanders, and they are free now. They were set free for humanitarian reasons by the Ministry of Justice. Anyway. But then we have another cases of 2 members of parliament that we took like, I don't know how many months to convince the authorities that if you have a final verdict, you probably have to go to jail. You cannot just sit in the waiting room forever. 2 members of parliament? Yeah. And then I can also remember 2 cases, so it's 7, if we thought the total of incidents. You remember not long ago, the Medicus case, with 2 people who were sentenced to jail, and after a couple of days they left the country through a normal border crossing with a passport. And they are now somewhere in the world. Okay. So it's not really serious, you know. So. When Gjabir Zharko, one of the former mayors of Kaçanik, left this country and is now in Sweden, although he's been put to jail by an EULEX court, he was allowed to leave the country by a decision from an EULEX judge. Yeah, I don't know. I wasn't here, you know. I don't deal with cases themselves. But what I wanted to tell you before is that the reason why the member states are actually thinking there is a good idea to work again together with the Kosovo jurisdiction and share cases and jurisdiction is because we are aware that possibly we need some more road to do together in order to have a complete independent body of judges and prosecutors, because that's the real question. And the key question is, are the judges and prosecutors in Kosovo safe enough to do what they should do? Pasi që me uqe, e pas që në intervist me I përmeni 3 raste të mdhaja, të cilat kanë qenë mjaft vendimtare me përcaktu vendimin se a mundet Kosova me udhëheq drejtsin pa EULEX-in, apo ka nevoj edhe një mandat gjatë EULEX-it. Mu m'interesun shumë cilat ishin ato 3 raste, pra ndaj e hulumtova pak edhe deshta me nda këto informata me ju që I gjeta. Do me thonë, 3 rastet për cilët a I foli kanë të bëjnë me. E para është lirimi që I ishte bërë Sabit Gecit të dënuar për krimet luftës nga zëvendës ministri Lirak Qelaj për çështje humanitare. Kjo ka ndodhë kur zëvendës ministri Lirak Qelaj e liroj Sabit Gecin edhe si pas EULEX-it ka kërku lirimin edhe të 2 zyrtarëve tjerë të lartë partijak, por cilve emnat e cilve nuk dashti me na I dhanë. Pasi që ka ndodhë kjo, EULEX-i ka qu raport në Bruxelles me tregu që Kosovarët nuk janë të gatshëm me udhëheq drejtësi dhe me I majt njerëz që duhet me I majnë burg, me I majtën burg, por politika shfrytëzon rastin me I liru për çështje humanitare. Rasti I dytë ka të bëj me 2 deputetët që I përmeni me uqin intervisti ishin Latif Gashi, I jashtëquajtëri Lata, që ishte dënu me 6 vjetë burg për krime lufte, dhe Rustem Mustafa Remi I dënuar për 4 vjetë për krime lufte. EULEX-i po e përmend zvaritjen e dorëheqjes së tyne si deputet, si arsye që e kanë konsideru si hezitim I politikës me vu ligj, njënën për arsyeve të zgjatjes së mandatit tyne, dhe rasti 3 që është për mu mjaft shokant, ma shokanti, është rasti me cilën EULEX-i krenohet qaq shumë, rasti Medicus, ku 2 të dënumit, Lutfi Dervishi edhe djali I tij, Arban Dervishi, të cilët pasi që ju është bo I plot fuqishëm vendimi për dënim me burg për trafikim të veshkëve, rast që e kemi raportu shumë, kemi fol shumë, në fund, këta 2 të dënum, pa as një therë në kam, në prill të këtij viti, ikën prej Kosovës edhe nuk dim çka u bo me ta. Të 3 këto raste konsiderohen si dështime edhe regres I drejtësisë në Kosovë në 12 muajt e fundit, që ka mjaftu mes arsyeve tjera për me zgjat mandatin e EULEX-it. Unë e vazhdova intervistën me Ushin, duke u pyet se çka tjetër është diskutabile në negociatën që po e zhvillojnë me qeverinë e Kosovës lidhur me mandatin e EULEX-it,
për çka saktësisht janë të pajtu qeveria e Kosovës dhe shtetet e BE-s, ta ndëgjojmë çka u përgjigj. So, the important thing is now the negotiation is not about if we should stay with an executive mandate or not. Okay. The executive mandate is certain. Staying. Okay. The key problem is can EULEX be allowed in the future in very exceptional circumstances to take over a case or not? So the local position is no, we should only finish what we are doing, nothing new. We agree, basically, because we don't want to engage anymore in new cases. But the member states want to have a theoretical possibility in case of exceptional event to start a new case, to ask, to agree on being involved in a brand new case. You know? Okay. When people see on TV who's negotiating the next EULEX mandate with the EU, the friends of Azem Sylla. What do you think? What do you think about this position when we saw the Kosovo president Hashim Thaçi, head of Kosovo Parliament Kadri Veseli, Minister of Justice Hayreddin Kuçi, all three members of PDK, which you were chasing, members of the PDK member that you were chasing and raiding just a week before. They are the ones negotiating rule of law. Who on earth believes that there is good intention there? I mean, I understand your perplexity, but we do not choose who rules the country. I mean, it's the elections, political elections, and it's the Kosovo Republic that vote. EU does meddle and tell us who can be in coalition. We talk as European Union with the representative of the country, and we are not the one choosing. Okay, so what do you think now, Friends of Azem Sylla, imagine, Friends of Azem Sylla have to raise the hand in Parliament to get two-thirds of the vote to extend your mandate, and you just arrested their friend. How many of them will raise the hand to extend your mandate? People who you're supposed to be chasing, them and their friends, have to extend your mandate? Isn't that absurd? I understand all your questions, but to tell you the truth, I have another goal, and this is not my business. That's the business of the local authority, not mine. Okay, so, but nevertheless, what was really quite extraordinary and unusual was that our President Hashim Thaçi reacted over the arrest of Uncle Azem Sylla, Daya. Do you know what is Daya? Daya is the uncle, is the nickname of Azem Sylla. So Kadri Veseli, also a friend of Daya, also reacted on Facebook, and they reacted by saying congratulations to EULEX mission for doing this. How did you find that? Well, I'm very happy, because that was a signal to the public opinion, to the media, to the prosecutors, to the judges of Kosovo, that they can achieve the independence that they deserve. Are you upset that Isa Mustafa, Prime Minister, didn't react publicly? Well, I'm not aware, to tell you the truth, about these reactions or presence. I remembered what you mentioned, and I remember that I was commenting in my mission with my co-workers about the effective and very, very positive remarks. You know, maybe each leader feels responsible to react about when people close to their party are arrested. But don't you find it funny that Isa Mustafa didn't congratulate you on the case of Ukrugova, for example? No, the work of a prime minister is not to congratulate international missions. I mean, they have enough things to do every day that is more important than that. So I really... A provocative questions about Ukrugova. In the Ukrugova case that you are also finishing, a huge corruption scandal case in relation to a possible falsification of Italian visas, there's an Italian diplomat being involved there. Why isn't Italian diplomat being prosecuted as well as Ukrugova? Because he was the one who, in the end, signed the visas. Well, I know there is an investigation ongoing there in both countries, but I don't know exactly the content. Does EULEX protect internationals from prosecution here? I don't think so.
We never did. Now, some people may wonder, how come for something that you have a mandate on to do, war crimes, for example, there's two courts now. We have a special court and we have EULEX doing war crimes. Isn't this one of those cases when the saying of too many nannies and the baby will be left unfed will become true? Two of you bodies, foreign bodies on Kosovo soil doing the same thing, war crimes. What do you say to those people? Well, I say one thing, that war crimes are possibly the most difficult criminal trials that you can have all over the time of humanity and of the history of humanity. Think about World War II and war crimes in Western Europe. Some of them took 40 years, 50 years. You read now in the paper sometimes about Auschwitz commanders that are now 97 years old that are under trial in some country. You know. So we have to expect that it will take a long time. And I don't think the expectation for a fast solution are optimistic. I mean, are realistic, because you have to access information for war crimes. And what is stopping you? Tell us what is stopping you access information on war crimes. The status of Kosovo, evidently, because the majority of war crimes committed in this territory from the Serbian side have been committed by an authority that doesn't recognize Kosovo, so that is not able to, doesn't want to communicate. But even if they, what it's got to do with recognizing Kosovo? EULEX doesn't recognize Kosovo, it can still share information with Serbia. Yes, the protocol of sharing information is signed no matter what the status is. In fact, that's the only way we can share information. Okay, but how is it going? You're supposed to have done that for Kosovo. Yes, Get information from Serbian prosecution. How's it going? Is it going, you know, like with up and downs, but it's working? So if it's working... There is a mechanism now of exchanging information. The problem is that... So if it's working, your prosecutor in our program promised to get people of Krušaj Vogel a trial and promised to have an investigation and an indictment. Why people of Krušaj Vogel, by the end of your mandate, don't have a trial ongoing here? Good. I'm not familiar with particular cases, to tell you the truth, but the problem of war crimes of that kind is that defendants are in Serbia. They are not extradited. The prosecution service of Serbia works with their own rules. The system of communication that we have is going through the European delegation in Belgrade and the European office in Pristina. Through that channel, the prosecutor exchanges information. And finally, now we have one prosecutor from Kosovo dealing with these cases. We didn't have anybody until a couple of months ago. So we were the only ones taking care of those cases. I know you were the only ones. So what is the result of you being the only ones taking care of war crimes? The result is that some of these cases there are many cases that are parallel. In some cases, the prosecution office in Belgrade that is working, and we exchange information in order for them to make a trial against defendants that are... Which trials against? I cannot I mean, the big Chushka trial has been I know that there is a process going. There's a huge trial. And there are trials being made here, but you cannot do in Kosovo, that's the problem number one, a trial in absentia. Okay, so why do you ever say that you did war crimes if you can't do... What's the difference? That's a limit. What's the difference between EULEX prosecutor and a local prosecutor doing these? There is no difference because the law is the same, the code of procedure is the same. Don't you have more access because of the EU? No, our prosecutors apply the same law and in the same system of the Kosovo prosecutors. So I know, but that means status. It is not status that is stopping these cases. You know what is the big limit? It's the lack of sharing of information. Yes, but it doesn't matter because you can have all the information that you want, but if defendant is not present, you cannot do a trial. That's the main difference. In all European states for war crimes, the main difference is if the countries, like my country, for instance, Italy, we have the possibility of making a criminal trial without the defendant being present, in absentia.
European Court of Human Rights is not very happy with that, so there are many cases where people go to the European Court. And there are other countries, like Kosovo, where you cannot even start a procedure against a person that is not physically present in your territory. So when you say... This is the big limit of war crimes. But we're talking about cooperation with Serbia. Why, in your time here, you think you didn't manage to arrest Zvonko Veselinovic, whom our reporter, our investigative reporter, saw him in north of Kosovo? He's been wanted by your mission, yet you didn't catch him. I have no idea. I don't know. I have no information to give about that since I don't follow the judicial cases in detail, you know. But how proud are you of the work you've done in North Kosovo? How proud are you of the work you've done in your time in north of Kosovo? Yeah. You didn't catch the killer of your EULEX customs guy? No. No? Why not? Because there are no elements to work on, evidently. This case is one of the major cases that we follow. And did you close that investigation? No. It's suspended, I believe, because you can reopen it when you have more elements, evidently. That case is a case which is still pending, and it's a big element of worry for the future of the rule of law in the north, evidently. Were you really not put under watch, and were you not really under pressure from Brussels while you were working here? Do you really feel you had no pressure from Brussels while you were working here? No, I had a lot of pressure from Brussels, but in a sense that they were not suspecting probably that there was a sort of independent horse, you know. When I always had a very clear stand. I mean, I'm going to take responsibility of this mission in the way it is, which is a very big mission with executive powers. I know where my limits are, I know where my responsibilities are, and what is covered by my responsibilities, I'm the master. That was my stand all the time. But did they agree with this? That was a problem at the beginning, because evidently in the chain of command, somebody thought that evidently there was a puppet, you know, something like that. So okay, so you didn't act like a soldier. But I reacted, and I didn't behave as a puppet, basically. But I'm talking about... tell me something. I'm not talking... I don't want to make anything equivocal, because what I'm talking about now doesn't refer in any way on judicial activities. I know, it doesn't refer, but nevertheless, it's the managing of the mission, so internal management. What do they expect a puppet to do that you wouldn't do? Well, I don't know, recruit people that I didn't believe they were the right people to recruit, or you know, sign documents that in my opinion were not completely according to the legal lines that I had in my mind, you know, these kind of things. But I resisted all the time, and I actually have to admit, everybody has to admit, you have to admit it too, that if you resist in a rule of law mission to these kind of things, you win. I know you're talking about management, but do you find it strange that there were parts of the mission that were monitoring the heads of mission? Well, that's one problem that I found when I came here, because yes, there were some units that were a little bit too independent from the chain of command. You know, you had the intelligence unit of EULEX that had files on heads of EULEX. Is that normal for an international mission? Certainly it's not normal. So that's something I resolved as well. It took a year, but the case is solved. The case may be solved, but do you think that information of monitoring the heads of mission throughout the years that you found there could have been misused for local politicians to understand what the heads of missions are doing? I cannot tell you that, because I don't know exactly to which extent. Do you suspect, can I ask you a very, very frank question, do you suspect that your mission had moles inside informing something that us media have been saying for a long time, that you have moles who are informing political elites exactly what you're doing and what's happening with the cases?
I'm not sure I can say that. I can understand, because I was never in the mission in those years, and I'm not a direct witness, or I don't have direct knowledge of anything. But for what I suspect probably is that in the past years, that also refers to the continuation of the UNMIK activities, the focus possibly was more on stability than on justice, you know, so it could have been an issue at that time. But one thing that I can say, in the last 2 years at least, we switched completely if that was the previous approach, because first the association agreement is in force. Second, the perception of the member states is now we came to a point for Kosovo, and that has to be fully understood by everybody, where it's a milestone. Now is the right time to decide if you go one way or the other. We cannot What milestone? The continuation of EULEX mandate. No, What I'm not milestone? talking about EULEX. I talk about Kosovo. I know. Now is the right time to see what you want to be in the future. In rule of law sense, what milestone have we achieved since you last came here? You were supposed to close this mission, you didn't close it because we still need you. What milestone do you see we have passed? We cannot ignore that a big progress has been made. The fact that we are doing an interview like this now, I mean, it's something interesting. But what would you say to people who say, oh, you changed this for 2 last years, next one who comes, stays for 2 years, changes it in wrong direction again? Well, we have Jeta here. Yes. Taking care. We don't take care, we just criticize. We cannot fix things. What will happen in the future? The achievements that I've seen in only 2 years are considerable, and actually in some cases exceptional. The police, for instance. Because now we have been talking all the time about the judicial system, which is by nature weak in all this region, not only in Kosovo. So the police sector instead is much in better shape. And I must tell you that I feel that sometimes the Kosovo police is much more advanced in policies, in behavior, in the way they face demonstrators in case of unrest, and also in the way they deal with investigations. I think is a model for the whole countries. Okay, can you just tell me what are you most proud with by being here in a year and a half, 2 that you were here, and what are your regrets? Well, let's start from the proud. I think when I see you, I think I see a person that gives transmits to me the difference of feeling, you know, when I came and when I leave. When you met me the first time, I felt in front of a death squad, you know. Don't you feel like that now? No, I feel now I can talk objectively, calmly, and with sensation that we are communicating properly, you know. And that's, I think, I believe I'm proud of that we achieved in the mission to have a new way of communication. With the public, with the public, with the press, with the media. And because as soon as I came to the mission, I understood that there was a huge problem of communication. In the beginning, when you came, your mission was untransparent. You weren't giving us, for example, you weren't giving us even indictments, final indictments. That's why we were very aggressive towards your mission. We saw it as a conspiracy to hide these things. You started giving away these indictments and opening up. Why? Well, actually, I didn't decide anything about that. I think that's a matter of prosecutors to decide if they want to. So how come prosecutors all over in the the first world, 3 years didn't want to give away indictments? That question is very nice, and I appreciate it. You know why? Because that gives me the opportunity to say that the mission like ours, which is so big and so responsible in the size of responsibilities that we have, must be all the time protected. I mean, my mission as the head of EULEX was always in my mind to be a shield
and to protect the people working there and allowing them to do whatever they feel is just and necessary, in total independence. In this framework, some prosecutors decided to be transparent because they felt protected by the structure. I think that is what should happen in Kosovo as well. We are in a good direction because it's happening slowly. The final goal for us is to go one day, hopefully sooner than later, and have judges and prosecutors in Kosovo that feel like judges and prosecutors of ULEX, that they can do their job honestly, without any pressure, and being protected by the public, by the parliament, by the system, by the government, by the media, as for the functions that they do. They are very difficult. It's interesting sometimes. that when you decided we'll take this transparency battle you started a step further, when you decided to open up your actions to media, and when you put it on TV, a week later, local prosecutor went in and did an action going into observed spaces and went public in the press statement. First time we saw the head of prosecutor doing that in Kosovo. Have you made it trendy to be transparent? Well, if it's so, I'm very glad, you know. It's easy to talk about what you're proud with, but Yeah. can you talk to me also about what are your regrets and what are your obstacles into the work you did here for a year now? I came to this mission to close it, to terminate it. I was supposed to be, and in my soul, and the mandate said so as well, and the member states were agreeing until summer 2015 with that project to close the mission. So I was the liquidator. Then, the last 9 months, you know, So you things have failed to changed. be a liquidator. Instead, you have Yeah, given new that's life. a regret for me, You have not to given go. new life to the mission. I found obstacles at the beginning when I was facing a mission that was in a catastrophic situation with the media, in a catastrophic situation in some legal cases, and not criminal cases, but legal cases in managing the mission. And I was very engaged in the very few months to settle all these things. I mean, I found out in the mission that some units of the mission were not working as they should. Some were working badly, some were working... Which units? Can you open up a bit more? Well, there will be soon a matter for some courts, so it's better not to go into much detail. Well, by the way, on a total different perspective, but what the famous case that I found after a few days I came of Maria Bavier was also underlined that kind of problems of regulation internal to the missions. Yeah, but sure. And she didn't get the response on time when she reported something. So the important thing is that if there is something, it shall be prosecuted fully and entirely. If there is nothing to prosecute, it should be made clear that it was all a scam. So I hope one of the two cases will happen, but they will be dealt with. It will not be forgotten, because the damage that the allegation were making to the mission is so huge that the continuation must be clear. You know, either one case or the other. If it's a guilty case, must be prosecuted to the end. If there is no elements, it must be said very clearly. Mr. Meucci, I remember we talked about same thing, But not same just issue when you the- came first time in the interview here. Why is it taking so long? Why is this case such a rocket science? Why did it take you so long not to be resolved? That's my question as well. And that's one of the things that I mentioned before when I But talked you about changed- internal regulations, you know, like... Okay. Mr. Meucci, thanks for being on Jetan Thank Kosovo. you. Thanks a lot.